Po ja baj një selam me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët janë sprovu dhe kanë rënë në lumin e pesimizmit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ton që ka jetë këtë botë, nuk ka thot çare pa kalu në për 8 pika. Dhe çdo 8 pika përballën 4 me 4. E para tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty ku e ka tha vështërsinë, e para përballë saj tha lehtësimi. Nuk ka njeri në këtë botë që ka me lind dhe ka me pas risk me jetu gjatë, e që s'ka me pas jetën e vetë ditë të vështira edhe ditë jo të vështira. Një me një. Të bëjnë dy. E dyta tha pejgamberi se cili njeri që ka në këtë botë ka me përjetu gëzime të shumta, por nuk ka çare pa përjetu dhe hidrime. Nuk ka çare pa përjetu mërzi. Nuk ka çare pa përjetu pikëllime. Ti keme përjetu gëzimin, por veç pa nuk gati se ka me ta një ditë keme përjetu hidrimin pals, sepse të janë ligjet botës dhe s'mon është me i pesaj. Çka tha pejgamberi masanej? Tha si cili njeri që vjen sipërfaqe tokës ka mu kënaq me shëndetin e vet. Thot po le të harron me dal për kësaj bote pa usmu. Për e tu dhinte. Sepse ti ndryshe nuk din me falendru Zotin për shëndetin që ki. Vetëm atëherë kur sprovohesh, Allah i nderujt me në smundje, e merr vesh se sa dhunti e madhe shëndeti. Kështu për a thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe te këtu jemi 6, e 7 dhe 8 tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si cilin njeri tha ka me përjetu bashkimin, për fatkeqësisht ka me përjetu dhe ndarjen. Në çift bashkëtorë martohen, i shtohet një antar i familjes, lind një fëmijë, janë babash një familje. E dini se një ditë e përjeton ndarjen. Në ditë njëni për këtyre treve ka me shku në botën tjetër. Të janë ligje që i ka caktuar Allahu Dhu Xhelal. Të gjitha këto të ndëruar vëllezër, po thot Allahu Dhu Xhelal, nuk ban me dëshpru njerë, nuk ban me ja up shpresën njerit, nuk ban me bot pesimist njerin. Por këto du të mi marë si gjanat natyrshme dhe mi u këthy vetës, sepse nga njerë njetën e kësaj bote problemet vinë për dorës njerit. Shumë herë po dëgjojmë në pjagjolla dhe për njerëzve, e ka shkru Zoti, Allah po thënë Kur'an, bima kesebet ejdin nas, shumë këshia në tokë po vinë për dorës njerit, se Allah nuk është razi me i përplas njerëzit në tokë. Allah s'ta ka prun këtë dunja me e vështërsu jetën. A i ka pa berë Kur'an, kër e ka prun njerin këtë tokë, ka thonë kam prun që ti me jetu i lumëtur. Thot për momentin kur ti del të ligjet të Allahut Azza wa Jall, e shkatron vetë vetën, familjen dhe shoqërinë me cilën jeton ti. Po ja baj